Ankaraja u kthye për 2 ditë në qendrën e NATO-s. Në summit u diskutua për sigurinë e Evropës, luftën në Ukrainë dhe kërcënimet globale. Në qendër të diskutimit ishte Rusia. NATO përsëriti se çdo sulm ndaj një vendi antar do të trajtohet si sulm ndaj gjithë aleancës. Ky është parimi i nenit 5. Ukraina ishte tema tjetër kryesore. Aleatët u zotuan për 70 miliardë euro ndihmë ushtarake për vitin 2026. Ndihma përfshin armë, pajisje, trajnime dhe mbrojtje ajrore. Pas këtij vendimi, Rusia reagoi ashpër. Moska tha se NATO po e militarizon Evropën. Në summit u diskutua edhe për Iranin. NATO deklaroi se Irani nuk duhet ketë armë bërthamore. U fol edhe për shpenzimet e mbrojtjes. SBA-ja kërkoi që aleatët evropianë të marrin më shumë përgjegjësi për sigurinë e tyre. Në fund, NATO përsëriti mbështetjen për Ukrainën dhe përkushtimin për mbrojtjen e territorit të aleancës. Pas Ankaras, vëmendja kalon në Ballkan. Samiti i radhës i NATO-s pritet të bëhet në Shqipëri. Ky do të jetë një prej takimeve më të rëndësishme ndërkombëtare të mbajtura ndonjëherë në Tiranë. Në Tiranë.